Një shpërthim i fuqishëm brenda hyrjes së një pallati në zonën e Perashit në Shkodër i mori jetën 69 vjeçarit Hysni Ymeri. Ngjarja tronditi jo vetëm lagjen, por edhe strukturat hetimore që ende nuk kanë arritur të përcaktojnë saktësisht çfarë shkaktoi shpërthimin. Dy janë pistat kryesore të hetimit, një defekt i mundshëm elektrik ose një shpërthim i qëllimshëm me lëndë plasëse. Viktima që sapo ishte kthyer në banesë për të vijuar vizitat e bashkëshortja e sëmur me kancer në spitalin e Shkodrës, u përfshi nga flakët dhe ndonse arriti të transportohej në spital nuk mundi të mbjetonte plagëve të marra. Ekspertiza mjekoligjore ka konstatuar dëmtime nga kontakti me energjinë elektrike dhe djegje në kokë, por nuk është përjashtuar mundësia e një shpërthimi me eksploziv, për të cilin janë marrë monstra që po analizohen nga antiterrori. Emri Hysni Ymerit nuk ishte i njohur për publikun, por mbiemri i tij është përmendur më herët në dosje penale. Vllai i tij është dënuar për një vrasje në fillim të viteve 90 në zonën e Kirasit në Shkodër. Ngjarja e asaj kohe pati shkaktuar tensione mes dy familjeve, që më vonë thuhet se janë pajtuar. Të njëjtit fisi përkasin edhe disa autorë të tjerë krimesh të ndodhura gjatë dekadës së fundit në Shkodër, përfshirë vrasjen e një mjeku në vitin 2017 pas një konflikti pronësie. Një tjetër rast është ai një kushëriri që vrau bashkëshorten e tij dhe më pas qelloi veten. Policia po pret përfundimet e analizave kimike për të përcaktuar nëse bëhet fjalë për një incident elektrik apo për një akt të qëllimshëm. Ndërkohë dëshmitë e familjarëve hedhin poshtë mundësinë e ndonjë konflikti të hapur në ditët e fundit. Djali i viktimës kishte ardhur nga jashtëvendit për shkak të gjendjes kritike shëndetësore të nënës dhe ndodhej në spital në momentin e ngjarjes së rëndë.